Presidente, përshëndetje zoti kryeministër. Do doja të qëndroja tek procesi antarësimit në Bashkimin Evropian, një pyetje që një kërkesë ndjes që nis shumë kohë më parë në 2009-ën. Janë kërkuar nga ambasadori i delegacionit evropian në Tiranë çfarë bëhet me cilësinë, pra sa cilësi kanë reformat. A ndiheni ju i qetë lidhur me këtë? Dhe doja të pyesja presidenten Meloni se çfarë mund të bëjë Italia përtej kryesisë që do të marrë më tej, çfarë mund të bëjë Italia edhe në fazën teknike për të mbështetur eventualisht Shqipërinë dhe nëse ka këtë qëllim apo dhe mundësinë për ta bërë këtë. Faleminderit. Atëherë, dëgjoni, janë shumë gjërat që bëhen ndërkohë. Ne sot jemi këtu duke folur për këto marrëveshje, po ndërkohë janë të shumta gjëra që vazhdojnë dhe ecin përpara mes nesh dhe Italisë dhe agjencive të shumta. Për shembull, sot u fol edhe për ndihmën që Italia i jep Shqipërisë prej vitesh, madje më shumë se ndihmë është një lloj përcjelljeje e njohurive për oficerët e policisë shqiptare të rinj përmes Akademisë Forcave të Policisë që është edhe një nga më të njohura në botë. Ose, siç tha Giorgia, ne sot folëm për shtimin e volumit të asistencës nga ana e Italisë për tekstet e kodeve tona penale dhe të procedurës penale, por edhe për tekstet të drejtës europiane, me përfshirjen e fakulteteve të drejtësisë italiane, të ekspertëve të Ministrisë së Drejtësisë e kështu me radhë. Me pak fjalë, puna që ne bëjmë shoqërimit që Italia na bën jo sot, po që në krye të këtij rrugtimi është me vërtet shumë e madhe. Nga gjërat që në dukje janë të vogla, por në thelb janë shumë të rëndësishme, deri tek gjërat më të dukshme, më të rënda, si për shembull koha kur Giorgia do të jetë në krye të Këshillit Evropian dhe unë mezi pres ta shoh një ditë të tillë, të mbërrini një ditë të tillë. Por përsa i takon të tjerave, do të doja të thosha që nëse ne do të bënim një provë dhe do ta hiqnim Italinë nga kuadri i jetës shqiptare të 35 viteve të fundit dhe do të përpiqeshim të kuptonim se ku do të ishim sot, e sigurt është që Shqipëria nuk do të ishte vendi që është sot, por do të ishte në kushte shumë më të ndërlikuara. Dhe këtë gjë nuk mund ta them për asnjë vend tjetër. Mund ta nënshkruaj plotësisht dhe qetësisht përgjigjen e kolegut. Padyshim. Nëse ne duam të mbërrim në atë që do të bëjmë pjesën tonë në hapjen e negociatave politike, në fillim duhet të mbyllim ato teknike. Dhe siç e thash më parë, prandaj unë shpresoj që kjo gjë të përkojë me marrjen e kryesisë nga ana e Italisë. Nëse kjo ndodh, ne do të mund të bëjmë çdo gjë për të ndihmuar Shqipërinë në atë kohë. Sigurisht duke ndihmuar ato në fazën teknike, me seriozitet, por edhe brenda afateve të nevojshme për ta bërë këtë, sepse sigurisht është një kohë për të mbyllur negociata teknike nga tani deri në fund të vitit të 2028, por ajo që na duket neve shumë kohë kundrejt burokracisë europiane mund të mos jetë shumë kohë. Ne e dim këtë. Pra, do të thotë që ka një punë për të bërë së bashku. Solla shembullin më të fundit që doli gjatë kohës që drekonim, mbështetja operative që fakultetet tona të drejtësisë mund të japin drejt për drejti në hartimin e kodit penal dhe jo vetëm. Në këtë rast do të ishte një know-how, një njohuri apo grup njohurish që Italia mund të japë në një rrezë 360 gradë, gjë që Italia vazhdon ta bëjë edhe në sektor të tjerë, sepse Italia vazhdon të jetë asaj që quajmë djepi i së drejtës. Pra do të thotë që sigurisht jemi të gatshëm ta shoqërojmë
Shqipërinë për arritjen e një objektivi të përbashkët. Dhe tani e mbyllim me një pyetje të fundit rutinë nga dritare televizion. Rudina Gjunga. Atëherë, zonja presidente, do doja të pyesja për diçka që ka ndodhur 80 vjet më parë. Në shtator të 43-shit, Mira, ushtar italian të humbur nëpër Shqipëri, u shpëtuan nga shqiptarët, të cilët i fshehën ata, i mbrojtën nga nazistët. A mendoni që ka ardhur koha që kjo faqe humanizmi të ndërsjell meriton të kujtohet dhe rivlerësohet sot? Faleminderit. Po, mendoj që meriton të kujtohet dhe rivlerësohet, e cekëm këtë me kryeministrin. Më duket se janë disa projekte të cilat po përparojnë në këtë kuptim dhe madje kërkuan edhe gatishmërinë tonë dhe sigurisht do të bëjmë ç'na takon, pasi kjo është një faqe jashtëzakonshme e historisë dhe e marrëdhënieve që tregon pikërisht atë afërsi që ne jemi përpjekur të sjellim në këto dokumente dhe që na e tregon në një mënyrë shumë të thelluar dhe do të ishte një nga shprehjet më të bukura të asaj që është miqësia dhe dashuria, gatishmëria për të sakrifikuar veten për tjetrin, për të rrezikuar veten për tjetrin. Mendoj që kjo gjë e meriton dhe nëse do të kërkohej gatishmëria jon për këtë dhe nëse këto projekte funksionojnë më së miri, ne jemi pro. Unë do doja të shtoja që ne jemi krenar për dy çaste shumë të rëndësishme të historisë sonë. Njëri është më së i njohur për të gjithë shqiptarët, por jo për të gjithë miqtan, që është shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, kohë në cilën Shqipëria e mbaroi luftën duke me më shumë hebrej se sa e filloi atë, dhe ku nuk ka asnjë të dhënë të njohur për një person të vetëm me identitet hebre i cili tu jetë dorëzuar nazistëve. Por një tjetër pjesë e historisë atyre viteve është ajo që ka të bëjë me ushtarët italianë që mbetën në Shqipëri kur në Shqipëri mbërritën nazistët. Ishin gati 25.000 u shpëtuan nga shqiptarët. Ndoshta do të ushqej në një farë mënyrë të gjithë ata që i duan fort polemikan, por më duhet të them që italianët nuk janë parë kur dhe as krahasuar si armiqt të mirëfillt. Dhe është i vërtet fakti që në kohën e kapitullimit të gjithë italianët, të gjithë ushtarët italian u shpëtuan nga shqiptarët. Dhe historia ka një lidhje fantastike me një moment mes një babai dhe një djali. Ishte një oficer italian, ishte një oficer i lartë italian i cili humbi jetën në Shqipëri në atë kohë dhe shqiptarët e varrosën atë me ndërimet më të mëdha. Djali i tij, oficer i ushtrisë italiane, në vitin 1991, u bë personi kyç për organizimin e misionit Arcobaleno, misioni që Italia ndërmori për t'i ardhur në ndihmë Shqipërisë në një fazë vështirësie të jashtëzakonshme pas daljes së Shqipërisë nga komunizmi, por përpara se drita e lirisë dhe e demokracisë të shihej. Dhe sigurisht kjo është një faqe shumë e rëndësishme. Unë shpresoj që edhe filmi për këtë të mund të përfundojë dhe realizohet së shpejti dhe kam besim në gatishmërinë e ministrit Tajani që të na ndihmoj ta shfaqim këtë film në dhomën e deputetëve, sepse në Senat kemi shokun Larusa që me siguri do ta mundsoj këtë. Mirë, faleminderit.
Come si fa che fate così tante foto e quelle che escono fanno schifo, non so.